Kur këta ministra e shkelin ligjin për qeveri, Alonsa këtë çështje do ta ngrit në prokurorin përgjithëse me datën 12 gusht. Qeveria e Republikës Kosovës ka marrë 18 vendime duke themelu 18 komisione, dikun me njerëz të njëjtë, për me I emëru në agjenci ekzekutive, në agjenci qeveritare, në një pozitë si sekretar permanent, në një kohë kur kjo qeveri është në detyrë, kur kjo qeveri nuk ka legjitimitet, kur kjo qeveri është duke blloku shtetin, kur këta ministra e shkelin ligjin për qeveri, duke u betu si deputet Kuvendin e Republikës Kosovës dhe prej këtu duke hyrë në veturën e tyre dhe duke shku në ministri. Pra, në qoftë se shohim ligjin për qeveri që e kam këtu, ne jeni 31 që flet për kufizimet e qeverisë në dorëheqje, e ne 1.3 thot kështu. Kufizimet e qeverisë në dorëheqje. Ne 1.3 nuk inicon procedura të reja për emërimin në pozita publike, për emërimin të cilave është kompetencë në bazë të ligjeve përkatëse. Ta leçi po vazhdojnë me bo emërime, leçi po vazhdojnë me bo komisione, mirë po edhe po përgatiten që jo vetëm në nivel politik të shkeljes së ligjit, të betimit deputetit, ta shkelin kushtetutën, mirë po ashtu edhe në administratë shtetit. Këto vendime të jashtëligjshme duhet të anulohen më njëherë, përderisa këta anëtarë të komisionit që marrin pjesë në një procedurë të jashtëligjshme duhet të kenë shumë kujdes, për shkak se Alonsa këtë çështje do ta ngrit në prokurorin përgjithëse, duke trajtuar këtë temë përmes një kallëzimi penal, për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë një kapje të shtetit në formën ma flagrante të mundshme.